Mirë, pra jemi këtu së bashkut me Gencin edhe me Shkelzenin për të diskutuar pasazhin, porosinë e fundit të Jezusit ndaj dishepujve të tij. Kur ne jemi me një person dhe do largohet dhe na jep një porosi të fundit, një fjalë të fundit, një amanet të fundit, për shembull, në rastin edhe dikujt që po vdes, kur ai lë një amanet edhe një... Ato janë fjalë që nuk i harrojmë kurrë. Janë ato më të rëndësishmet, duket. Edhe më duket një krahasim, tash po të bëjmë një krahasim me këtë moment kur Jezusi do rrëmbehet në qiell dhe nuk do jetë më me dishepujt e tij dhe këto janë fjalët e tij të fundit ndaj tyre. Si shikoni ju këtë porosi të fundit të Jezusit? Shumë e vërtet, pra ajo ideja e një amaneti që, siç themi në shqip, se tret dheu, domethënë që ngelet dhe është konstante edhe sot e kësaj dite, e rrok mirë vlerën dhe rëndësinë dhe vendin që ka kjo porosi e madhe e Krishtit për të shkuar në mbar botën, për të shpallur lajmin e mirë, për ta predikuar Krishtin dhe për të bërë dishepuj. Është diçka universale, është diçka e cila aplikohet në çdo epokë dhe në çdo kombë dhe në çdo vend dhe në çdo gjuhë. Vazhdon predikimi i Ungjillit, sepse vetë Krishti, themelues i krishtërimit, e ka thënë që kjo duhet vazhdojë. Ajo duhet vazhdoj sepse çfarë Ungjilli ofron nuk është diçka vetëm për disa njerëz, vetëm për disa tradita apo për një etni të caktuar në lindje apo në perëndim. Çfarë Ungjilli ofron është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e gjithkujt që beson në të. Pra s'ka rëndësi nga është, çfarë gjuhë flet, çfarë traditash ka, bile çfarë feje ka, sepse pra është nevoja e të gjithëve, e çdo personi në botë, shpëtimi që Jezusi sjell. Në fakt, bën e mirë që na lidhe me këtë punën e amanetit, se Jezusi i dha këtë porosi dishepujve që ta çojnë deri në fundin e botës, të pandryshuar, duke treguar, thot, të gjitha ato që unë ju kam mësuar, të shkoni në të gjithë botën edhe shpallni Ungjillin, edhe ata që besojnë do të jenë dishepujt e juaj për të jetuar jetën të cilën Jezusi na premton. Dhurata e Krishtit si shpëtimtar është një dhuratë nga Perëndia universale për një nevojë universale. Dhe nuk ka të bëjë vetëm me një traditë apo një fe, por ka të bëjë me nevojën universale të gjithë njerëzve, pavarësisht nga çfarë gjuhë, etnie dhe feje ata vinë. Sot ne kemi të fragmentuar botën në etni, në kombe, nacionalitete dhe shpeshherë disave për këtyre janë të mbështjellur edhe me një fe të caktuar. Pra, do të thosh, po të jesh ky lloj kombi, do jesh kjo fe. Ose do besosh këto gjëra sepse vjen nga ky vend. Si është kjo në raport, si qëndron kjo në raport me këtë sfidë që Jezusi sjell? Unë them se ne mund mësojmë shumë prej rastit të judejve të kohës Jezusit, bashkëdetarëve të Krishtit në Izrael, para 2000 vjetësh, udhëheqësit e tyre fetar e kundërshtuan ardhjen e Krishtit, e kundërshtuan Jezusin mbi një bazë e cila tingëllon familjare për gjithë ne. Baza ishte, ne kemi një fe, ishte judaizmi. Pse duhesh ti, pse duhet diçka e re që ti sjell? Përgjigja e Jezusit në thelb ndaj kësaj është se ai nuk po hedh poshtë çfarë ata besonin dhe çfarë ata kishin dëshirë
që ishte një dëshirë e mirë për të arritur tek Perëndia, për të shkuar tek Perëndia. Kjo është një dëshirë e mirë që të gjithë njerëzit e kanë dhe njerëzit në botë e shprehin këtë dëshirë nëpërmjet feve të tyre të ndryshme. Dëshira është e mirë dhe është e krijuar nga Zoti. Dëshira që njeriu ka për të shkuar tek Zoti. Krishti vjen si përgjigje e kësaj dëshire, si një përgjigje universale ndaj një dëshire universale. Krishti përmbush dëshirën për të takuar Perëndin sepse ai është rruga për tek Perëndia. Prandaj, edhe për judejt, Krishti është shpëtimtar dhe kështu është për çdo etni dhe çdo fe në botë. Thirrja e Ungjillit është universale për çdo njeri, ha? Çdo njeri duhet ta ndëgjojë Ungjillin. Edhe Jezusi thotë shkoni në të gjithë botën, ha? Por përgjigja nuk është një universale ndaj Ungjillit, ha? Jo të gjithë besojnë, ha? Por ata që besojnë, ha, do të bëhen dishepujt e Jezusit. Pra është një gjë e mbrëmshme që vjen nga zemra, jo një ndryshim i jashtëm, ndryshim në dukje, veshje, gjëra, ha? Por është ndryshim që na vjen nga fuqia e Perëndisë në zemrën tonë. Mendoj që ishte shumë e rëndësishme kjo që u tha këtu, që fet janë kërkim për Perëndin, të gjithë njerëzit kërkojnë, por përmushja është tek Jezusi. Dhe kjo nevojë është një nevojë e madhe dhe pa zëvendësueshme, pra nuk është diçka që ti mund ta zëvendësosh me diçka tjetër, sepse ka të bëjë me shpëtimin ton dhe marrëdhënien ton me Perëndin dhe në fund me përjetësinë ton, jo vetëm në ditët kur jemi këtu në tokë, pra me Perëndin, por kur të shkojmë atje të dalim para tij dhe pastaj si do zhvillohet gjithë ngjarja e përjetësisë. Dhe prandaj ky amanet kishte peshë, kishte rëndësinë e vet. Jezusi nuk erdhi për të sjellë për të ndryshuar disa zakone apo tradita apo të tjetërsu popujt në kulturën e tyre në një farë mënyrë, por erdhi për të vënë individët në raport të drejtë me Perëndin. Te ky pasazh theksin Jezusi e vë tek të bërit dishepuj. Jo ai nuk po flet për një fe, për një tradit, ai po thot duhet të bëhemi dishepuj të tij. Të jesh dishepull do të thotë të kesh një marrëdhënie personale me mjeshtrin, që në këtë rast është Krishti, ta ndjekësh dhe ti mbash urdhërimet e tij. Pra ai po kërkon njerëz të përkushtuar dhe me bindje të thellë, nuk po kërkon një zakon si përfaqësor apo një lloj identiteti caktuar sipas lokaliteteve, ai po kërkon një marrëdhënie zemre njeri Perëndi. Edhe thelbi i fjalës dishepull do të thotë ndjekës. Po të shohim jetën e dishepujt të Jezusit, ata lanë çdo gjë edhe ndjekën Jezusin. Në fakt, ai që Perëndia e ka beku që të pranoj Ungjillin në zemrën e vet, këtë amanet, por jo vetëm amanet, në fakt, mu më pëlqen se si e mbyll Ungjillin e vet Mateu. Po të mendojmë për amanetin, zakonisht personi vdes edhe lën amanetin, por Jezusi thot, unë jam me ju gjithë ditët, thot, deri në mbarim të botës. Në fakt Mateu e fillon Ungjillin e vet me fjalën Emanuel. Jezusi është Emanuel, që do të thot Perëndia me ne. Në fakt edhe e mbyll me Emanuel, unë jam me ju, thot. Kisha, dishepujt nuk do të jenë vetëm, Perëndia është me neve. Edhe kjo ka qenë dëshmia e kishës gjithë këto kohë, edhe si e ceke Gregor dëshminë e Palit që thot nga Jeruzalemi deri në Iliri kam shpallur Ungjillin e Krishtit, por që thot nuk isha vetëm, ishte Perëndia duke i dhënë dëshmi fjalës së vet. Ai që ka Ungjillin brenda
zemrës së vet. Ai është ndryshimi thelbësor, ndryshimi kryesor, i cili në fakt nuk të lejon që të jesh i dëmshëm ndaj qenjeve tjera njerëzore, por edhe ndaj gjërave tjera, ndaj vendit tënd, ndaj natyrës, sepse çdo gjë është e krijuar në sytë e Perëndisë, edhe duke pas Perëndin brenda teje, ti ke një perspektivë ndryshe për njerëzit rreth teje, për vendin tënd, për më gjërë. Keni edhe në gjë për të shtuar? Po, në fakt, ka edhe një gjë që është shpesh nxit diskutim, puna e ringjalljes së Jezusit. Ka një libër që është në Dhjetën e Re, libri Letra e Korintasve, ku Pauli thot që ringjallja e Jezusit ishte e vërtet, ishte moment historik, sepse kishte në moment kur Jezusi ju shfaq të 12-ve, po thot njëherë të vetmi ju shfaq edhe më shumë se 500 vetëve, të cilët thot shumica janë gjallë ende sot. Pra ringjallja e Jezusit ishte moment kyç për dishepujt, sepse gjithçka kishte thënë Jezusi më përpara ishte tashmë e realizuar, ishte e vërtet. Edhe ata pastaj nuk mund të ndalonin veten duke shkuar nëpër botë që të thonë që Jezusi është i gjallë. Edhe bota, gjithë njerëzit meritojnë të ndëgjojnë ungjillin e lavdisë, siç i thonë ata. Shumë mirë, faleminderit. Pra le të kujtojmë këtë që lajmi i mirë që Jezusi i la porosi dishepujve të tij për ta shpërndarë në gjithë botën, dhe pastaj duke si rezultat i besimit të njerëzve, përgjigjes së njerëzve ndaj këtij lajmi, është ajo që ato bën dishepuj. Është që Jezusi, ky lajm është që Jezusi dha jetën e tij si një çmim për të paguar për mëkatin, dhe të gjithë ato njerëz që vinë tek ai dhe kuptojnë që janë mëkatarë dhe kanë nevojë për faljen dhe vinë për t'u shpenguar nga mëkati, duke pranuar atë që Perëndia tashmë ka bërë, që ka paguar çmimin e mëkatit. Atëherë ato janë dishepujt e Jezusit. Dhe Jezusi e vërtetoi këtë pikërisht me ringjalljen, siç u përmend edhe këtu. Mirë, faleminderit për kohën, faleminderit për bisedën. Mirupafshim.